Mimrama të ndëruar shikues, jeni me misionin Business Plus. Veçeverisja lokale luan një rol kyç në ofrimin e shërbimeve publike dhe në përfaqësimin e interesave të qytetarëve në nivelin më të afërt të qeverisjes. Por sa funksionon në praktik ky sistem në vendin tonë? A janë komunat vërtet të pavarura apo varen ende nga vullneti i pushtetit qendror? Si menaxhojnë fondet publike dhe cilat janë shkeljet më të shpeshta që ndodhin në nivel lokal? Në këtë edicion fokusohemi në rolin e Inspektoratit për Veçeverisje Lokale, institucion ky, që ka për detyrë të monitorojë punën e komunave, të sigurojë respektim të ligjit dhe të ndihmojë në rritjen e transparencës dhe përgjegjësisë publike. I ftuar në studio është drejtori i Inspektoratit për Veçeverisje Lokale, zotëri Haqim Ramadani. Zotëri Ramadani, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Business Plus. Faleminderit shumë. Mirësujtje. Atëherë, fillimisht më intereson se cila është gjendja reale e Inspektoratit për Veçeverisje Lokale dhe sa ky institucion ka kapacitet që në mënyrë të pavarur dhe të plotë të monitorojë punën e komunave. Domethënë, Inspektorati i Veçeverisjes Lokale mbulon 80 komuna plus qytetin e Shkupit. Kryesisht merret me ligjshmërinë e akteve, që merret direkt me Këshillin Komunal dhe një pjesë të akteve që i sjell kryetari i komunës. Gjendja realisht kur e mora detyrën nuk ishte në gjendje aq të mirë, edhe për hir të vërtetës edhe tash ende kena mungesë të kapacitetit njerëzore, kryesisht të inspektorëve, se inspektorati jonë merret me inspektimet të rregullta dhe inspektimet që vijnë prej ankimimeve. Ne do ta dimë se tash edhe në fushatë zgjedhore dhe kena shumë ankimime, qoftë të drejta apo të padrejta, mirëpo detyra jonë është që na fatcaktuar të përgjigjemi të gjitha kërkesave, qoftë të personave fizik, qoftë të personave juridik, qoftë të këshilltarëve komunal apo faktorëve tjerë. Cilat janë shkeljet më të zakonshme që Inspektorati ka konstatuar gjatë kontrolleve nëpër komuna, lidhen këto me financat publike, me ndotjen e mjedisit, me shkeljen në ndërtim apo me mbledhjen e tatimeve? Domethënë, shkeljet janë të ndryshme. Her pas here te ne kur vjen ankesat, disa tina direkt të kyçura me këto kompetenca, në qoftë se ka raste të caktuara që nuk jemi direkt dhe nuk i kena kompetencën si inspektorat, atëherë i adresojmë, kena obligime dhe ligjor që të njëjtat i adresojmë në institucionet përkatëse, atë që potencuat jot për shkeljet financiare, kryesisht merret organet tjera që merren me shkeljet, ne merrena me shkeljet të cilat janë takojnë me aktet, kryesisht me shumicën e Këshillit Komunal, ai sjellën në mënyrë drejtë, ai respekton rregullat në bazë të ligjit për veçeverisje lokale. A ndodh që nëse konstatohet që Këshillat Komunal kanë bërë ndonjë shkelje, a ka raste që një komunë ta përsërisë shkeljen e njëjtë dhe për shkak vërejtjeve nëse ju i keni dhënë si Inspektorat për Veçeverisje Lokale? Fatkeqësisht kemi, disa herë ndodhe që për shkak të mungesës kapacitetit njerëzore, kjo më shumë ndodh në komunat rurale të cilat nuk kanë human resource apo kapacitete njerëzore për ta udhëheqë, në disa tjera ende kemi do udhëheqës të cilët duan që të dalin mbi ligjin. Çfarë hapa merrni në këto raste që mos ndodh që në të ardhmen të përsëriten në shkeljet e njëjta? Absolutisht me njerë veprojmë në mënyrë ekspeditive që kjo pjesë të menjanohet. Kena pas raste të caktuara që i kena informuar edhe institucionet përkatëse, gjithsesi kena informuar ministrinë dhe organet tjera të cilat janë adekuat për këtë problematikë. Në rregull, flasim tani për një temë tjetër që ka të bëjë me kredin hungareze. Është, nëse nuk gaboj, dje ka përfunduar edhe thirrja e dytë përmjetet nga Kredia Hungareze, ku komunave ju ofrohen diku rreth 243.5 milion euro. Pra janë këto mjetet të cilat komunat mund të shfrytëzojnë për ndërtimin e rrugëve, kopshteve, objekteve shkollore apo për projekte të ndryshme. Para disa ditëve, Ministri për Veçeverisje Lokale deklaroi se deri tani kanë marrë diku mbi 450 aplikime nga ana e komunave, mirëpo tregoi se ka pasur raste ku ka komuna të cilat nuk kanë aplikuar fare. Mirë, intereson ajo se sa është i përfshirë Inspektorati në monitorimin gjatë ndarjes dhe përdorimit në fakt të fondeve nga Kredia Hungareze. E para, qeveria që është momentale, në qoftë se ndonjë
ndër obligimet që i kena kry me sukses është kjo që pushtetit lokal i ofrohet një infuzion. Ne e dim shumë mirë se është viti 2025 dhe ende fatkeqësisht merrem me problemet elementare të qytetarëve, siç janë kanalizimi fekal, ujësjellëzi, çerdhe, salla sporti, rrugica. Mendoj që faza e parë kaloi me sukses dhe ndjehem krenar që edhe unë si pjesë e ekzekutivit në periudhën time do të lënë ndonjë shenjë se u krijoa. Vetëm prej komunës Gavi unë sot, komuna e Bërvenicës, në çdo vendbanim, në çdo lagje, shohësh vetëm ndërtim dhe punë. Do më thënë, ne kina pas mungesa elementare të... Pra thoni se këto projekte po realizohen falë mjeteve të cilat janë marrë nga Kredia Hungareze, apo? Absolutisht po. Do më thënë, kjo është falë vullnetit qeveritar. Për arsye se unë kam një përvojë 17 vjeçare në komunë, kam lëviz të gjitha nivelet, kam qenë në punësiri deri te sekretari i komunës. Komuna nuk ka kapacitet të realizojë programe kapitale, projekte kapitale. Pa ndihmën e pushtetit qendror, pa i dhënë krah qeveria, komuna mund vetëm të kalojë rrogat dhe të përgatitet ndonjë dokumentacion teknik. Prandaj, po them dhe vërtetoj këtu që qeveria në këtë periudhë fazën më të mirë që ndihmoi pushtetit lokal, sepse qytetari më afër e ndjen pushtetin lokal dhe problematikat e përditshme janë për kanalizim, çerdhe, ujësjellës. Ne, unë me krenari mund të potencoj se ne kena ndërtuar tash disa rrugë, vetëm komunën time, mos flasim për komunat tjera. Tash është në fazën e dytë ndërtimi i çerdhes, në fazën e dytë është ndërtimi i sallave sportit. Dhe qeveria këtu e përmirëson jetën elementare të qytetarit, merrqenjen, një ndër faktorët që ka qenë edhe për migrimin. Pastaj duhet të potencoj edhe komunat kanë qenë të paralizuara në qeverisin paraprake. Për arsye se komunat, nëse marrëm një komparacion, 2021, të këtij pushteti tash pushtetit lokal, 2021-2024, nuk u realizuar asnjë projekt. Momentin e ardhjes tonë për 2025, 2024, 2025, vetëm në komuna shqiptare mbi 100 milion euro janë të investuar. Po, pikërisht ishte edhe kjo pyetja ime e radhës, për arsye se në opinion ngrit një interes i madh rreth asaj se sa është përfshirja e komunave shqiptare tek mjetet që ndahen nga Kredia Hungareze. Më tregoni ju si inspektorat, keni ndonjë pasqyrë reale përveç kësaj që thatë se 100 milion euro kanë përfituar, do të përfitojnë në fakt vetëm për fazën e parë, ndërsa faza e dytë komunat për këto kena informacione bazike, të cilat të gjitha komunat që kanë aplikuar, mirë po në ditët të vazhdim do të dalem edhe me statistika konkrete, se ne si shqiptar, edhe pse këto projekte i shfrytëzojnë gjitha qytetarët, mirë po me qenë se nga pjesa tjetër e partisë në opozit po duan me na sulmu se ne nuk bëjmë asgjë, ne u tregojmë se te ne për herë të parë qytetari është i njëjtë, për arsye se edhe mjetet e ndara janë ndarë për kokë banori, që ndihmon shumë në zhvillimin e barabartë, ndihmon shumë në një zhvillim real. Edhe ndjem krenar për shembull se Tetova dhe gjitha komunat tjera ku gravitojnë shumicë shqiptare, për momentin kena shumë projekte të realizuara, bile her pas here edhe kryetarët e opozitës mes vetin e heshtje thunë si nuk erdhët më herët, do të kishim realizuar sa më shumë projekte. Po, ashtu ishte edhe në gjathirjes së parë, më duket komuna e Tetovës ishte komuna e tretë e cila kishte përfituar mjete më shumë për krahasim me komunat e tjera. E përmende aspektin se gjathirjes së parë ka pasur ankesa ose shqetësime, themi, për mënyrën e shpërndarjes së mjeteve nga Kredia Hungareze, duke përfshirë mundësinë e favorizimit të ndonjë komuneve gjatë fazës së aplikimit dhe të financimit. Më intereson ajo se nëse zbulon që mund të ndodh apo ka zëra që një gjë e tillë ka ndodhur, çfarë ingerencash ka inspektorati në këtë rast? Unë ju siguroj këtu nga kjo studio se kesh përdorim
apo përjashtime të disa komunave nuk ka dhe për atë garancë. Dhe i drejtoj dhe i apeloj, inkurajoj të gjitha kryetarët e komunave, këshillat komunal, të cilat mendojnë se janë të dëmtuar që të ankimojnë këto. Mirë po, në thirrjen e parë kishte dëlshime në disa komuna, pa dashur t'i përmendim me emra, do me thënë nuk i kishin dorëzuar dokumentat nga emaili zyrtar, por nga emaili privat. Çdo procedurë ka rregullat e veta. Dhe ato duhet të respektohen. Mendoj se ishte një gabim teknik, para qeveria dha një afat shtesë dhe falë Zotit dhe edhe ato komuna u përfshitën. Tash nuk e dia ishte... Thoni se penalizimi këtyre komunave ka qenë për fajin e tyre, jo për shkak të favorizimeve... Ka qenë një faj teknik, mirë po këte ne ekzistojnë ende ato pjesa e konspiracioneve që duhen çdo herës çështjet e gabimeve tyre ti trajtojnë si çështje politike apo si inate politike. Mirë po e kena inazotuar dhe do themi deri në fund që qytetari për ne është i pari, ndërsa kryetari i komunës është pak rëndësi ka cila parti politike vjen pozit apo opozit. Në rregull, flasim tani për një temë tjetër që ka të bëjë me decentralizimin dhe pavarësinë e komunave. Pak më herët thatë se komunat janë të mvarura nga pushteti qendror. Mirëpo, nëse shohim raportin e Komisionit Evropian për vitin 2024, nxjerr në pa përpjekjet për përmirësuar decentralizimin në Maqedoninë e Veriut, por gjithashtu tregon edhe sfidat serioze të cilat i kanë autoritetet lokale dhe aftësitë e tyre për të menaxhuar me kompetencat e tyre. Më intereson ajo se në çfarë niveli mund të thuhet se komunat e Maqedonisë së Veriut gëzojnë pavarësinë e vërtetë në menaxhimin e çështjeve lokale, duke pasur parasysh kufizimet ligjore dhe financiare me të cilat përballen. Unë ju thash edhe më herët se kam qenë pjesë e komunës për 17 vite me radhë. Mendoj se komuna në fillim ishte filluar mirë, kalon fazën e parë, fazën e dytë. Fatkeqësisht ka një periudhë 15 vjeçare se nuk ka lëviz në pjesën e decentralizimit dhe komuna ndoshta ka pavarësi në sjelljen e ligjeve dhe akteve, mirë po nuk ka përgjegjësi financiare dhe kjo është një problem dhe më vjen mirë që ndëgjova para një 2-3 ditë takimin që ka pas qeveria direkt me bashkësinë e veçeverisjes lokale, që këto fazat kalojnë dhe të rritet buxheti i komunave si një pushtet më afër qytetarit, në qoftë se ne kena një decentralizim të mirëfillt, një decentralizim kisha thënë fiskal, nuk do të jeshim më pjesë lypsak për mjete, mirë po kryetari i asaj komune bashkë me këshillin komunal si dy organe të zgjedhur nga populli, do të propozoshin një program zgjedhor dhe të njëjtin do të implementojshin. Në qoftë se nuk të implementojshin, nga sovrani do të mirëshin dënimin. Nëse shohim raportin e Komisionit Evropian, gjithashtu potencohet se procesi i decentralizimit është i avancuar në teori, por ngec në praktik për shkak të maksive të shumta sa i përket administratës të cilën e kanë komunat, borxheve të mëdha të cilat i kanë ndaj pushtetit qendror, si dhe varësisë të cilat në vazhdimisht ata kanë nevojë për mjete nga ana e pushtetit qendror. Mirëpo si siguron inspektorati apo cili është roli i inspektoratit që procesi i decentralizimit kryhet dhe në kuadër të ligjit? Ne nga dita e parë, në qoftë se ju kujtohet, kena zhvilluar edhe takime dhe punëtori në Sloveni. Ne si inspektorat për veçeverisje lokale jena pjesë e Ministrisë për veçeverisje lokale dhe në mënyrë intenzive punojmë që ligji të gjejë përmirësimin e duhur dhe në bazë të praktikës që kena hasur në këtë periudhë, çdo kush të tregojë përvojat e veta me ekspertët e fushës të arrijmë që të bëjmë zgjidhjen më të mirë. Realisht është një fakt se komunat për momentin, edhe pse decentralizimi është pjesë e marrëveshësorit dhe këtë e kena obligim që ta realizojmë në pjesën më të mirë të mundshme, fatkeqësisht nga 2013 këndej nuk ka lëvizje, ashtu si potencova në fazën e dytë mbetën komuna dhe nuk kalon asesi në fazën e tretë, dhe fajtorët dihen kush kanë qenë, dhe ato
sigurisht ka ndashur që të jesë pjesa më e centralizuar. Ne I shohim edhe eksponent politik që fatkeqësisht unë e pohojnë se Maqedonia është, edhe pse ka pushtet dhe në letër shkruhet si e decentralizuar, por është më e centralizuar prej të gjitha vendeve në rajon dhe në Europë. Çfarë duhet të ndërmerr shteti jonë sipas jush që ta përmirësoj këtë situatë apo këtë pasqyrë? Do me thënë, duhet sa më shumë të pjesa e mjeteve të ndahat në komuna dhe komunat të menaxhojnë me disa institucione të cilat janë flasë jo në kuadër të drejtorit inspektoratit shtetëror për qeverisje lokale, po nga jo përvojë. Do me thënë, shumë kompetenca duhet të transferohen në komuna, veçanërisht kjo bisedoj për mjekësia elementare. Mendoj se duhet I kalojë komunave, policia që kemi pasur disa propozime lidhje me policinë komunale. Pastaj pjesa e inspektoratit duhet të jetë komplet e pavarur në komuna që të mund të kenë përgjegjësi, mirë po edhe obligime që ato të menaxhojnë dhe të drejtojnë komunën ashtu si e parashet ligji dhe siç është e dëshiruar për qytetarët. Në rregull, kam një pyetje në lidhje me zhvillimin e barabartë rajonal, për arsye se ju si inspektorat e monitoroni edhe zhvillimin e rajoneve në vendin tonë, duke pas parasysh rëndësinë të cilën e ka zhvillimi e barabartë rajonal në politikën kombëtare, si e vlerësoni ju përgjithësi si inspektorat, a investohet në ato zona të cilat janë më pak të zhvilluara? Unë mund të konstatoj se këtë kam ndjek, edhe pse në ligj çdo herë ka ekzistuar se nga 1% nga buxheti shtetëror do të shpërndahen mjete për zhvillim rajonal barabartë. Para asnjëherë më duket nuk është ajo ka qenë vetëm në letër dhe asnjëherë nuk është realizuar. Dihet se shteti jonë përveç që përbëhet nga 80 komuna plus qyteti I Shkupit, ka 8 regione. Dhe ne përveç migrimi që e kena si fenomen negativ jashtë shtetit, kena edhe migrimin që dalin nga komunat rurale në qytetin E Shkupit kryesisht që dalën, dhe ne duhet aty të fokusohemi me zhvillimin e barabartë, me dhënien e mundësive për vende pune, me transformimin e disa dikastereve, të bëjnë të dikastere në vendet rurale, të mbrojmë ato vendet e bukura që I kena të jenë të populluara, jo të ngelin me shkolla boshe. Do me thënë, këtë kena përgjithësi si qytetar, si prind që jam, por tash edhe si një drejtor, si pjesë e qeverisë. Keni ndonjë informacion apo dhëna se sa investohet në për këto zona, për arsye se e dim se sipas ligjit mjetet nga buxheti duhet të ndahen më tepër mjetet të përfitojnë ato zona zhvillimore të cilat janë më pak të zhvilluara në krahasim me ato të cilat janë më shumë të zhvilluara. Informacionet që I kam ende në këtë fazë në të e bë analizën në letër. Për momentin e pam prioritet që të ndahet mjetet per capita për kokë banori për komunat, dhe jam I bindur se me këtë dinamik që ka filluar kjo qeveri, duke rritur pensionet, duke rritur pagat, duke ullë koston e qytetarit, normal, për 9 muaj nuk kena premtuar se do të bëjmë çuditëra, por do të bëjmë lëvizje, që çdo qytetar ta prek, dhe unë gjem krenar se ku të shkoj, qytetari e prek ndryshimin, e prek atë mirë që e ofron qeveria që është momentale. Në rregull, flasim për transparencën dhe qasjen e qytetarëve drejt shërbimeve komunale. Më intereson ajo se sa janë të hapura komunat për qytetarët dhe sa respektojnë detyrimin për transparencë, për të publikuar vendimet e ndryshme, raportet financiare apo buxhetet. Transparenca për momentin tashmë është bërë detyrim dhe ligjor. Për arsye se nga ato që cekët ju për pasqyrat financiare, buxhetin, vendimet, përveç që I publikojnë në fletorën zyrtare që e kanë obligim ligjor të I dërgojnë në institucionin që drejtoj unë, ato obligohen ti publikojnë edhe vefaqet. Mendoj se le për të dëshiruar në disa komuna ende për të jetë më transparent, për arsye se mundohen vetëm atë pjesën minimale që u takon me ligj. Mirë po qytetari si taksapagues, si pronar I atij buxheti, është I obliguar
institucioni, kryetari komunës, administrata komunale dhe këshilli komunal të jetë sa më transparent me qytetarin dhe të tregoj për çdo denar të harxuar, si në pjesën financiare, mirë po, njëkohësisht komuna është e obliguar që të ofroj sa më shumë informacione për shërbimet që i ofron dhe qytetarit. Do me thënë, veçanërisht kjo pjesa e mërgatës, mendoj se këtu duhet të ndikojmë shumë, që të mundsojmë disa shërbime të kryejnë në mënyrë online apo në mënyrë të drejt për drejt, për arsye se jo çdo kush ka mundësi të harxojë kohë. Pjesa e digitalizimit është një faktor kyç që mund të na lehtësojë punën, si në aspekt të tatimeve, si në aspekt të shërbimeve, vërtetime apo pjesën tjetër të që takon urbanizmit dhe sferave tjera të komunës. A ka pasur raste kur qytetarët nuk kanë pasur qasje në informacion nga në komunave? Janë raportuar kësaj lloji raste deri tek ju? Ne kemi lloj ankimime nga persona fizik, përveç atë që thekë edhe më herët që përveç persona fizik dhe juridik, mirë po nga persona fizik kena ankesa konkrete, si kryesisht me pjesën e urbanizmit, me higjienën komunale, mirë po nuk përjashton edhe një shërbimet juridike dhe sferave tjera të tatimeve që për shembull që mendojnë që është një kost shumë e lartë, zakonisht duke në mentalitetin që e kemi ne këtu, duke krahasuar për shembull tatimin e vet me të fqiut parë apo fqiut dytë. Po pse unë paguaj aq ndërsa ky paguan pak më shumë ose pak më pak. Her pas here edhe disa kërkesa nuk janë aq edhe bazike. Mirë po, ne si pushtet jeni detyruar të ndëgjojmë çdo zëri dhe të bindim çdo qytetar se atë që e themi në bazë bazuar në fakte dhe argumente. Transparencën e përmenda si pyetje për arsye se nëse i referohemi instrumentit për reforma dhe rritje për Ballkanin Perëndimor ku planifikohen të ndanë rreth 6 miliard euro për gjithë Ballkanin Perëndimor. Dokumenti përshkruan që masat e maqedonisë së Veriut apo ato masat që do të merr për ta përmirësuar qeverisjen lokale dhe menaxhimin e financave publike. Njëra ndër pikat është përmirësimi i transparencës dhe efikasitetit në ofrimin e shërbimeve publike nga komunat. Më intereson se i kushtohet vëmendje kësaj pjesa. Mendoj se është një ndër faktorët kyç. Transparenca, do me thënë, zvoglon edhe korupcionin, rrit besueshmërinë e qytetarit dhe jo rastisht edhe dita organizatat vendore, por më shumë duhet të falenderojnë organizatat ndërkombëtare, të cilët, për shembull, NDI, UNDP dhe shumë faktorë tjetër, shumë rëndësi i japën transparencës, për arsye se transparenca, llogaridhënia janë faktorët kyç që zvoglojnë mundësinë e korupcionit si një faktor kyç që mund me përgjegjësi të them që qytetarët tanë nuk kanë ikur vetëm për vende pune. Qytetarët tonë kanë ikur për vendet për shëndetësi të mirë, për mosbesim ndaj institucioneve, për luftën ndaj korupcionit që nuk ka qenë në nivelin e duhur, dhe këto faktor janë një ndër shtyllat kryesore që ne si pushtet e kena marrë si barë dhe qytetarit që do të bëjmë lëvizje në drejtim pozitiv. Përmirësimi në këtë segment, padyshim se do ndikoj që të thithim edhe më shumë jetë nga ana e Bashkimit Evropian. E përmendë pak më herët edhe digitalizimin e komunave, nëse shohim raportin e Sigmas për vitin 2024, tregon se ne si vend kemi digitalizim të dobët se i përket shërbimeve publike, gjë që ndëlikon proceset e menaxhimit dhe aksesin e qytetarëve në shërbimet publike. Si qëndrojnë komunat në përgjithësi me procesin e digitalizimit? Keni ju ndonjë? Nëse bëjmë krahasime më herët, tash ka do lëvizje pozitive. Mirë, tani kemi edhe ministrinë e re e cila merret me digitalizimin e shërbimeve. Një shembull mund ta jap, për shembull, lejet e ndërtimit që jepeshin në urbanizëm në pushtetin lokal. Ishin në formë të letrës, tash shipen të gjitha në formë elektronike, të digitalizuara. Do të thonë kena përmirësim, por nuk le për dëshiruar. Për shembull, mendoj se digitalizimi do të jetë edhe në pjesën e arhivimit të dokumenteve, si mekanizëm mbrojtjes të cilët duhet të jetë. Digitalizimi do të jetë edhe në fletora zyrtare, se e ul kostën, si në dërgimin e postave,
si në harxhimin e letrës së tepërt. Kështu edhe dokumentet mbrohen dhe arkivohen në mënyrë më të mirë është mbrojtja e dokumenteve. Mendoj se edhe për këtë projekt nga ditët e parë jam kyç që ta rregulloj digitalizimin. Dhe besoj se bashkë me Ministrinë që ceket ju, bashkë me Ministrinë për Veçeverisi Lokale dhe qeverinë në përgjithësi, këtë besoj që vitin e ardhshëm do të jetë çështje e kryer. E përmendë lejet për ndërtim në biseda me shumë afarist, ata ankohen se ndodh që në një komunë leja për ndërtim të jepet për një afat shumë të shkurtër, ndërsa në komunë tjetër të jepet për një afat më të gjatë. Pse ndodh kjo? Për arsye se ata janë biznese dhe koha ju kushton shumë. Se ti sa mund t'i marrë si relevant, mirë po në qoftë se është kjo dukuri, për arsye se informacionet që i kam të argumentuara, çdo aplikim ka afatet e veta, se nuk është në formë të letrës që dikush më herët ka mund t'i mbajë nëpër fjokat e veta tash. Tash çdo administrator ka përgjegjësitë e veta, për arsye se numërohen ditët dhe orët. Dhe detyrimisht në bazë të ligjit obligohet që të kthej përgjigje dhe të ecë procedurën. E tash ndoshta ndokush afati nëse në mënyrë hipotetike them është 15 ditë, ndokush ndoshta e kryen ditën e parë, ndonjë komunë ndoshta ka më shumë volum të lëndëve, mund ta lënë deri ditën e 15. Mirë po nëse bën ditën e 16, mund të penalizohet për arsye se ai ka afat caktuar. Çdo dokument, çdo akt ka afat të kthimit përgjigjes apo të kryerjes së atij shërbimi. Në rregull, jemi në pjesën e fundit të emisionit. Kam disa pyetje në lidhje me funksionimin e këshillave komunal, por edhe për zgjedhjet lokale që do të mbahen këtë vit. Shpesh kemi dëgjuar për mos funksionim ose bllokim të këshillave komunal. Çfarë kompetencash ka inspektorati për veçeverisje lokale në këtë fushë? Inspektorati shtetëror për veçeverisje lokale ndoshta kompetencët më të madhe ka për këshillin komunal. Dhe edhe pse shumë nga qytetarët nuk e njohin, ndoshta edhe nuk e dinë shumë kompetencat e këtij institucioni, është organi më i lartë i një komune, të cilit nga ky organ votohet buxheti i komunës, votohen çdo akt dhe çdo akt vendim i komunës. Mirë po, fatkeqësisht kur është në fushat zgjedhore, sepse këshillat komunal përbohen nga parti politike, dhe në këtë periudhë tash që jemi, kena edhe taktizime politike dhe lojra politike. Herë me të drejtë, herë pa të drejtë, bëjnë edhe ankesa të natyrave të ndryshme. Mirë, po kjo ndikon në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe bllokimin e projekteve? Jo, shërbimet administrative me bllokimin e këshillit komunal nuk ndikojnë, për arsye se administrata është kjo pjesë që i kryen shërbimet, mirë po mund të bëjnë bllokimin e realizimeve të projekteve. Domethënë, ndoshta për një inat politik, që mos tregohet kryetari i asaj partie politike, abstenojnë, nuk ja votojnë buxhetin, nuk bëjnë reballans të buxhetit, her pas here shkojnë deri në atë formë që edhe të shpërbëhen vetëm e vetëm për të treguar një bllokim. Prandaj këto mentalitete, kisha thënë ballkanike, duhet çdo këshilltar ti mendoj fillimisht se dëmtohet qytetari. Nëse evidentoni ju si inspektorat një gjë të tillë, çfarë konkretisht mund të ndërmerrni? Domethënë çdo automatisht ne si inspektorat dalëm në vendngjarje, konstatojmë gjendje reale. Dësha ta tregoj si novitet, në tash çdo seancë e këshillit incizohet. Dhe ajo është me transparencën më të lartë. Dhe nëse më herët ka qenë loj fjalësh, si thash u largova, tash e kena shumë të lehtë. Gjatë dorëzimit të ankesës, kur vjen nga një parti politike që është pjesë e këshillit, detyrohet që të bjerë në një lloj CD-ja apo USB që si ka ndodhur ngjarja. Dhe ne e konstatojmë dhe për këto ka masa përkatëse pa dashur të hinë në pjesën e procedurës, të cilet
jo dalën të padënuar ato persona, se tek e fundit ka dhënë betimin se do të jetë në shërbim qytetarit. Dhe për çdo problematik, për çdo sfidë, ligji ka menduar dhe ka punuar që të kese sanksione për personat që janë pa ndërgjegjshëm. Në rregull, e përmendi pak më herët edhe atë se këtë vit kemi zgjedhjet lokale. Meqense është vit zgjedhor, si e monitoron inspektorati punën e komunave në lidhje me atë që mos të kesh përdorur burimet publike për fushat zgjedhore? Mendoj jeni na vigjilent. Tash fatkeqësisht ne më pak merrena me kontrollet e rregullta, se ne atë që përmendëm edhe më herët kena kontrollojmë në bazë të raportit planit që bëjmë mujor, mirë po tash më shumë merrem me ankimime dhe mundohena që të veprojmë atje ku është e detyrueshme, për arsye se kena numër të limituar të inspektorëve, ndërsa kompetenca kena shumë të larta. Besoj që shumë shpejt do të rritim numrin e inspektorëve, mirë po deri atëherë menaxhojmë vetëm me këto procedurat që na vinë ankimime. Ankimimet i kena të shumta, të gjitha natyrave. Është rritur numri i ankimimeve gjatë kësaj periudhe. Dhe besojmë që bashkërisht me mendimin e shumë faktorëve do t'ja dalim. Unë jam i bindur se këtë punë do ta menaxhojmë ashtu si është më e mirë. Mirë po, inkurajoj edhe çdo qytetar, të cilët edhe nëse ka dyshime më të vogla, të na kontaktoj që ne të evitojmë çdo lëshim apo çdo kesh përdorim eventual që mund të bëhen nga persona të caktuar. Pritet ndonjë protokoll i veçantë që do të zbatohet gjatë kësaj periudhe apo do të vazhdoni normal ashtu siç i keni? Jo, ne kena domethënë në kuadër të kompetencave protokoll të veçantë nuk kena, jena të përkushtuar të zbatojmë ligjin për veçëverisit lokale dhe rregulloren që e kena të punës. Për këtë vit, çfarë mund të paralajmëroni si inspektorat, do të kenë ndonjë ndryshim në aspekt të punës? Apo gjithçka do të vazhdon si ka qenë? Jo, domethënë ne jena të fokusuar tash njëherë të kryejmë këto detyra që i kena parsorë. Paralelisht të shohim edhe. Do të jeni të fokusuar më tepër këtë vit tek zgjedhjet lokale apo jo, ne si Ne si inspektorat kena program mujor, program 6 mujor dhe program vitor. Obligohena të zbatojmë atë program që kena. Her pas here duhet të forcojmë edhe kapacitetet tona, vetëm e vetëm që të dalëm vigjilent. Tek e fundit nuk intereson qytetarit se ti a ke kapacitet apo s'ke, a ke mundësi apo s'ke. Me rëndësi është që ne t'i dalëm në ndihmë çdo kërkesë, çdo ankesë dhe çdo ankimimi që vjen nga ana e qytetarëve, si të qofshin ato persona fizik, juridik apo të kategorive, targeteve të tjera të shoqërisë. Shpresojmë që problemet e qytetarëve të zgjidhen deri në fund. Nëse nuk keni çfarë të shtoni, ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Unë shfrytëzoj rastin edhe një herë që falenderoj për ftesën që më bëhet. Do të jemi i hapur gjithmonë për çdo problematik, qoftë ju medium, haseni lirisht, drejtoheni te ne dhe ne do të jena ajo zëri i institucionit, zëri i qytetarit që të çdo herë të gjejmë atë më të mirë që të lehtësojmë sadopak jetën dhe mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi. Gjithsesi ne këto do të jemi. Shues nderuar, ndoqët kështu bisedën me drejtorin e Inspektoratit për Veçëverinë Lokale, zotrin Hashim Ramadani. Ju faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.